Mirëmëngjes nderuar teleshikues, mirë se vini në emisionin e sotëm 7:05 në Vizion Plus. Takojmë së bashku në këtë ditë të hënda 6 qershor për të qëndruar në transmetim direkt deri në orën 9. Le ta nisim emisionin sot me një urim për gjithë besimtarët musliman. Ka filluar në orën 2-3 të mëngjesit, muaj shenjtë i Ramazanit? Po, tash orën mos e kërkon nga unë se se kam iden, po e di që është kështu me rreth orës 2-3. Me orë të caktuara. Ne do të ndalemi tek çështjet kryesore të cilat do të diskutojmë sot në orën 7:05. Cilat janë ato? Të ftuarit me ne në studio, i mësojmë tani. Sot në 7:05 do të ndiqni. Në ditën kombëtare të Suedis, përfaqësuesi i Mbretërisë Nordike në Tiranë, Johan Disi, flet për integrimin dhe reformat e detyrueshme për Shqipërinë. Strategjia e re e qeverisë për strehimin social. Çfarë ndryshon dhe cilat janë kriteret që duhen përmbushur? Në studio me drejtoreshën e strehimit në Ministri Aida Seseri. Drejtori i Inspektoriatit Shëndetësor për Tiranën, Gjergj Koja, flet për helmimin masiv në restorantet e kryeqytetit dhe masat e marra për sigurinë ushqimore. Janë këto çështjet kryesore të cilat do të diskutojmë sot në 7:05. E nisi me një ngjarje të rëndë që ka ndodhur gjatë natës në Belgjik, një tren pasagjerës i përplasur, deri tani janë 3 viktima të sigurta, 9 të plagosur, vazhdojnë ekipet e shpëtimit të punojnë në vend ngjarje. Është kjo ngjarja e ndodhur gjatë natës. Gjithsesi ne do të kemi mundësi të marrim të kuptojmë më shumë se ç'ka ndodhur gjatë këtij edicioni të 7:05 në vijim të tij. Gjithsesi do të fillojmë më njëherë me titujt kryesor të gazetave pas siglës. Do të fillojmë me të përditshme në panorama, llogaritjet e ISSH-s, shtesa e pensioneve. 3 kategoritë që përfitojnë, mësuesit, ish ushtarakët e kategoritë e tjera që marrin shtesë pensioni, tabelat me llogaritjet e ISSH-s dhe shifrat për çdo pensionist para 1996-s. Lexoni detajet në faqen 12 deri në faqen 15. 2 ministra emërojnë dhe si paguajnë rrogën, diplomatë janë në OKB, po më nxjerrin nga shtëpia. Letra e hapur e Blerina Zotos, përfaqësuese e Tiranës në Gjenevë, e zhgënjur nga ministrat më sqarojnë. Zbardhe negociatat e takimit Rama Basha, BE votoni reformën. Deklaratat e Ramës, Athina respektoni gjykatat tona. Ç'negociata ka patur deri në mesnat, thuhet, po mund na shohësh një në brendësi atë? Kanë arritur gjë, kush do shkojë, me kë do shoqërohen, Basha me Berishën apo me Bylyk Bashin? Natyrisht 2B, domethënë, po. Nuk thot këtu se deri kur ka pasur. Basha flet para takimet me Ramën çdo gjë për konsensus, që ishte në orët e paraditës, padia e PS-s prokuroria s'ka temp. Negociuar fort mbrëm, megjithatë çojmë. 2 telefonatat e Nuland me Bashën dhe komunikimi me Berishën është një ditë më parë. Tryeza Rama Basha ende pa draft final në takim Xhafaj e Bylyk Bashi. Mogherini reforma në drejtësitë votohet me 2/3 e deputetëve. Drafti është në përputhje plot me standardet europiane. E ke parasysh atë hollin e madh të Pallatit të Kongreseve? Po. Sa i madh është? Imagjino 2 këta kokë në kokë. Po s'besoj se do takojnë në hollin. Në holl me atë statuj, me atë femrën që është. Rama dakord për 2/3 për drejtësinë, precedenti Nano Berisha për paktet e reja politike. Borxhet OSHE afat të ri për 40.000 biznese, ushqimet me hormone sheu, produktet tona të sigurta. Rama Basha në muzgun e një dite amerikane nga Gron Gjekmarka, një shtet i pastruar etnikisht, është më i keq se komunizmi nga shpëtimi Drizi. Kur pa aftësia dhe kaosi justifikohen si reform nga Flir Mosho. Në faqen 17, këto ishin titujt kryesor të panoramës. Do të kalojmë tek shekulli. Pronarët refuzohen 1500 dosje. Dokumentacioni, Komisioni i Verifikimit në ATP zbardh problemet gjatë vendimeve të para. Pronarët në gjithë vendin kanë afat 6 muaj për korrigjimet ose humbasin kompensimin, pas vlerësimit që ka bërë ATP-ja me ligjin e ri për secilin prej pronarëve është specifikuar edhe mangësia në dosje. Takimi Rama Basha, PD-ja kërkon të bëj plaçk me emërimet. Ndryshimet, paketa fiskale, kushtet që i vendosen biznesit në korrik. Votimi elektronik, 5 kushtet e mundura. Vendimi, prokuroria fal Berishën, thirrja për armatosje në kuvend nuk është vepër penale. Reforma në drejtësi, kronika e dështimit të paralajmëruar. Vizita, Ministri Kocias nis sot takimet në Tiranë, Greqia sulmon Ramën për çamërinë. Reportazh, dështuan në Shqipëri, luleshtrydhet e kafarajt po shiten në Rusi.
Zvërneci, krimi i paralemëruar nga depozitat e petroliferas. Max Velo, poezitë e mia për Spaçin, Parisin dhe prindrit. Lindita Idrizi, misi i Shqipërisë, kërkon të marrë dhe kurorën në universitje. Ke iden që si është puna e këtyre luleshtrydheve? Po na i lexoj një. Se ne lexojmë negociatat, stërnegociatat, po të lexojmë një këtyre halexhinëve, që halle kanë këta. Shiko? Mungesa e tregut vendas nxiti fermerët për dërgesa në tregun e jashtëm, rënja e çmimeve që dëmtoi shitjen në Shqipëri si dhe krijimi i një frigoriferi nga vetë fermerët si mundësia e vetme për grumbullimin e produktit. Luleshtrydhet e zonës së Kafarajt në Fier ose Kafarajt, nuk e di se si. Kafarajt është. Okej. Vazhdojnë të mbeten në qendër të vëmendjes, por kësaj here për rritjen e shifrave të eksportit, duket se rënja e tregtimit të kësaj kulture brenda vendit prej thashetemeve të bëra publike në lidhje me përmbajtjen e lartë të pesticideve dhe mbi rrezikshmërinë e sëmundjeve kancerogjene ka zgjuar vëmendjen e tregtarëve të huaj për importimin e luleshtrydhes në vendin e tyre. Kështu prej disa ditësh Rusia dhe Turqia janë duke marrë nga kjo zonë sasi të konsiderueshme që arrin në 15 tonë në çdo ngarkesë duke shpenzuar vlerën e 550 lekë për ark, ku sipas fermerëve vetëm në ngarkesën e parë eksportuar rreth 3300 arka. Kupton ti? Vitin e kaluar shkonte, vitin e kaluar shkonte arka 900 lekë. Këtë vit është 550 lekë. Po mirë. Dalemi tek dita, këtë takoi Flamur Noka në Prizren ekskluzive kush ishte dajoja generali UDB-s. Pse Noka nuk flet për arratisjen e 91-shit, pse fisi nënës së tij e ndroi mbi emrin, cili ishte i afërmi i Nokës legjende UDB-s, po koloneli që merrej me rekrutimet, çporosit çoje solli Noka prej izolimit 40 ditor në Prizren nga Ida Jet Beqiri, lexoni detajet faqen 43. Të lutem do i detaj patjetër. Mos më jep asnjë lloj interesi kjo. Të lexoj këtë, Flamur Nokën e pyesin në UDB, apo jo? Kush është daja na duhet. O sot. Po bëhet një zhurmë shurdhuese nga opozita dhe opozita për kriminalët e politikës shqiptare, të cilët për 26 vjet me radhë dhunojnë, grabisin, vrasin në përkëmbin, haptazi, liritë dhe të drejtat e qytetarëve, terrorizojnë dhe deri i genocidojnë shqiptarët. Vendosja e pluralizmit politik në Shqipëri në dhjetorin e vitit 1990 e zuri tepër në befasi këtë vend dhe gjithë shqiptarët, sepse nuk solli në rrugën e natyrshme një opozitë shqiptare, por hodhi me katapultim si gjoja opozit një band kriminale e cila pas ishte rekrutuar prej kohësh dhe kishte marrë shkollën e UDB-s së Serbisë, mori frenat e drejtimit dhe i bëri gjymon për 25 vjet me radhë Shqipërisë dhe shqiptarëve. Kryeagenti i Serbisë Ali Berisha, të cilit shërbimi famkeq i UDB-s e bëri edhe dhëndër duke i dhënë një grua Slobodankë, e cila më pas ndroi emrin dhe e bëri liri. Vajzën e milicës, agjentës së mirënjohur të shërbimit sekret të serb, e cila e nisi punën dhe doli në pension duke punuar një jetë në ambasadën e Serbisë në Tiranë. Krijoi, zgjodhi, emëroi dhe ende mba në postë kyçe një band që i shërben atij dhe qëllimeve të agjenturës të cilat ai shërben, duke lënë Shqipërinë her pa qeverisje të saj, her pa opozitë. Sot nuk kemi opozitë, kemi thjesht të bandën anti-shqiptare të Berishës, e cila ka si mision të vetëm sabotimin me çdo mënyrë dhe mjet të gjithçkaje pozitive që bëhet në këtë vend, pengimin me çdo kosto të reformës në drejtësi dhe të gjitha reformave të tjera, mos integrimin e Shqipërisë në BE, të gjitha këto bëhen në funksion të realizimit misionit Berishës për të përfaqësuar dhe përparuar interesat serbe kundër interesave të Shqipërisë dhe qytetarëve të saj. Mjafton vetëm fakti, domethënë, se këtyre ditëve të fundit të marrjes në mbrojtje të hapur të Flamur Nokës për Sali Berishës dhe konve të vogla që lehin për llogaritë të tij për të vërtetuar atë që populli e ka formuluar me thënien e tij: Korbit nuk janë nxjerrë syt. Flamur Noka nuk ka deklaruar në formularin e dekriminalizimit fakti se ka hyrë ilegalisht në vitin 1991 në një territor që sundohej, kontrollohej dhe i qeverisej nga armiku më i egër. Tani unë se kam lexuar ndonjëherë, kështu që se di nëse nxjerr dajën, po. Mirë, të tjera detajet lexojnë njerëzit vetë në dita, po të thash në liçën fillim nuk ka interes. Në krah të djathtë ka shumë interes. Në faqen 3. Nëse do të kishim institucione serioze të shtetit, pavarura prej agjenturës serbe dhe greke, Flamur Noka duhet të thirrë dhe të jepte shpjegime të hollësishme se çfarë lidhje familjare ka me ish generalin e UDB-s së Serbisë tashmë në pension.
Myrteza Zhvinki. Ky person është arratisur nga Kuksi në vitin 1955 në Serbi së bashku me vllain e tij. Ky i fundit, domethënë vllai i Myrtezait, nuk pranoi të bëjë agenti UDB-s dhe sot e kësaj dite jeton së bashku me familjen e tij në Paris. Ndërsa Myrtezai u bë agenti me famë të madhe i UDB-s, duke i ngjitur shkallët e karrierës me shpejtësi dhe duke marrë gradën më të lartë të generalit. A është Flamurnoka nipi Myrtezait nga ana e nënës së tij? Kur dhe pse nëna e Flamurnokës dhe gjithë pjesëtarët e familjes së tij prindërore ndruan mbiemrin nga Zhvinki e bën në Murati. A është takuar Flamurnoka me dajon e tij Myrteza Zhvinki në Prizren? Kur theu kufirin e shtetit komunist shqiptar? Zhvinki në Kukës? Sa duket pak e çuditshme. Të thash Noli që s'ka interes. Lista e pronave të çiftit Nishani dhe ligji i ri. Konflikti interesit, raporti me 16 vendime për prona, çfarë do humbiste familja Nishani nga ligji i ri. Dukat shkërkoni shkurtri dhe çdo t'i japi gjati. Rama Basha dhe i treti, tepër apo i domosdoshëm nga Abidri Islami. A ka çështje çame apo çështje shqiptare me Greqinë? Misteri i skeletit në Dajt, cilat janë dyshimet e policisë, këto ishin titujt kryesor dhe diçka në brëndësi të ditës. Po, goxhat diçka. Gazeta Tema, pasurit e Bujar Nishanit, oligarku me 9-0. Digje këtu ti? Po. Oligark? Me 9-0? Sa e 9-0 në miliard, a? 10 milion. 9-0... do të thotë që ka një shifër me 9-0 mbrapa, do të thonë je ke miliardi. Me 9-0 ishte? S'thot që? Nuk ka, kjo është e çuditshme. Presidenti i Republikës e ka shpërsuar gjuhën kundër majorancës në pushtet kohët e fundit. Askush nuk mund të t'jap një përgjigje të saktë mbi arsyet e këtij cakutëri të presidentit në raport me qeverinë posaçërisht. Janë një morim e betejë që presidenti ka zhvilluar e po zhvillon. Tash skandal pikal zotron një raport të plot mbi 16 vendime për njëjë kthim dhe kompensim të pronave të familjes presidentit Nishani. Natyrisht çështja nuk qëndron në faktin se presidenti ka një familje me interesa të mëdha pasurore. Nëse ato të janë të gjitha të ligjshme, presidenti dhe familja e tij duhet i gëzojnë. Problemi në fakt është tek betejë e tij e fortë kundër ligjit të ri. Për vitet të tëra, politikanë, deputet dhe ministra në Partinë Demokratike dhe qeveritë e ndërtuara prej saj kanë ushtruar presion të fortë dhe kanë arritur të hartojnë dhe ndryshojnë disa herë ligjin që trajton njëjën kthimin dhe kompensimin e pronave. Josefina Topalli, Bujar Nishani dhe tani në fund fare Ert Bylykbashi ja kanë dalë të hartojnë e miratojnë ligje që maksimalizojnë përfitimet nga vendimet e pronave. Rasti tipik që shkëlqen tani është ai i presidentit Nishani. Ku i ka 9-0 se kuptoj. Ka listën pastaj se ç'prona kanë, sipërfaqe, po 9-0, po ja, qenë ka. Ndajti Nishani po këmbgul fort dhe është përfshirë në një betejë personale që të mbetet në fuqi ligji i vjetër në mënyrë që të përfitojnë shifrën e 3 miliard e 214 milion e 981.569 lek. Edhe pikë 7 po desh ti. Po, edhe pikë 7. Që ndarga. Po është miliard. Domethënë që janë 32 miliard të reja, të vjetra. Rriten tensionet, Athina reagon ashpër ndaj deklaratave të Ramës dhe Bushatit për Çamrin. Intervista Zev Brozi Berisha ndëshkim për krimet që ka bërë në 25 vite. Udhëtime jashtë dhe kroqera, tendenca e shqiptarëve për pushimet e verës. Editorial nga Merobaze, Brukseli po kërkon heronjtë e perëndimit brenda opozitës. Spartak Ngjela, pse trembet Saliu? Keti Bashdari, nun caut num kuam, zoti Basha. Diqë ti ç'do thotë kjo? Faqe 9. Zonja Bashdari duhet ati më mirë. Ç'të të them? Nuk e di, është në gjuhë huaj, është në gjuhë huaj, nuk e di. Kocias në Tiranë bindur se për marrëdhëniet dy palçe nuk ka kthim prapa. Prokuroria legjitimon thirrjet e Berishës për armatosin kundër qeverisë. Dy dilemat e Bashës para takimit me Ramën janë këto titujt kryesor të gazetës Tema. Gazeta shqiptare, pronat e zëna paleje, ato po formulari aplikimit dhe 5 dokumentet. Ilir Beqa, fishat të debetit dhe lentet si do t'i rimbursojmë. Koha e çështjes çame nga Shaban Morati. Maria Ristik, lufta në Kosovë, filmi zbardh që autorët e krimeve janë ende të lirë. Sot takimi Rama Basha, Mogherini të jetë hapi final. Drejtora afër banesës së drejtorit në hetim 2 Firak. Qordja si gjeta kufomu në shkat tu janë.
ATP, emrat e pronave dhe sa lek merr secili. Alarmi për meshkuj, qëndrimi në diell fatal, Valbona një thesar që duhet zbuluar. Mapo. Kush të përroqi vëmendjen? Jo, ajo e Kufomës. Ajo është e ndjeshme. Në Qafkashar, po se ca thonin ishte turist, ca thonin ishte në moshë të thyer, po Ishte në moshë të thyer, ka 3-4 vite. Ishte i mbuluar nga dherat për shkak të rëshqitjeve. Gazeta Mapo, takimi Rama Basha, negociata deri në mesnat, ja 3 çështjet që mbeten pezull. 2 forcat kryesore politike kanë negociuar deri vonë për 3 kërkesat e opozitës, modelin e vendeve të rezervuara për zgjedhjen e institucioneve në reformën e drejtësisë, thjeshtimin e arkitekturës së sistemit dhe votimin elektronik në zgjedhjet e ardhshme. Pas lëshimit të Ramës për 2/3, opozita shet trukun për të shmangur marrjen e vendeve të rezervuara. Mogherini miratoni reformën me 2/3, Basha kompromis vetëm sipas standardeve europiane. Po ç'duan tani, më fal, digjet ti? Çfarë duan të ndryshojnë arkitekturën e sistemit? Po si mund të ndryshojë arkitektura e sistemit kur është ngritur arkitektura një, ta ndryshojnë prapë, kanë miratuar vetë arkitektë. Ngrit në letër mund të bëhet sërish nga letra edhe të ndërtohet një tjetër në një letër tjetër. Po më fal, kush ka marrë përsipër ta bëjë këtë reformën? Të gjithë së bashku. Jo, gjithë së bashku jo, se këta thonë jo, po bëj këtë, bëj atë. Po mirë, po pra gjithë së bashku, këta kanë variant. A donin 2/3? Ja dham. Përveç atyre, ja dham. Po e morën. Vendimi, thirrja për armatosje, prokuroria jap se nuk mund të hetojnë Berishën. Prokuroria e përgjithshme thotë se ka vendosur të mos hetojë ish-kryeministri Sali Berisha pas thirrjeve të tij në Kuvendin e Shqipërisë për armatosjen e popullsisë. Hetimet për Çez, prokuroria vendos brenda javës për 479 milionë euro të arbitrazhit. Prokuroria e përgjithshme ka përfunduar të gjitha veprimet hetimore mbi kallëzimin penal të KLSH që pretendon se shteti i është shkaktuar një dëm prej 479 milionë eurosh nga zgjedhja me pajtim e konfliktit me Çez. Dosja pritet diskutohet me prokurorin e përgjithshëm dhe brenda javës prokuroria do të dalë me vendim për këtë çështje. Po më fal, pse duhet diskutohet me prokurorin e përgjithshëm? A është hetuar? Është hetuar, s'është hetuar? Jepini, pse duhet që të kalojë njëherë te prokurori i përgjithshëm? Ta hetojë edhe ky nga e para që shkojnë shtator çështja. Jo, varet se si e kanë hierarkinë. Shlidhe ka, o është abuzuar, s'është abuzuar, si tjetë hierarkia dhe përmbys, ose piramid në bazë lartë. Varet se si e kanë. Konservativ Kalp nga Edison Ypi, ligjërimi si formë diskriminimi ndaj homoseksualëve. Athina, deklaratat e Ramës janë të papranueshme. Pse takimi Rama Basha mund të jetë historik? Inskenimi i paranojës në komedinë dramatike. Mbaj mend këtë datën 6. Ata hynë pa trokitur, pse? Doshnot në historinë e Shqipërisë. Nuk mbahet më data në takimet edhe Berisha Nano. Data s'mbahet më. Vitin mbahet më? Vitin e mbahet më? 2000. Nuk ka një... Në fillim të viteve 2000. Nuk mbahet më, harrojmë shpejt në Shqiptarë. Në mes të viteve 2000. Ka dhe një ngërç logje financiare nga Bujar Kapexhiu, kjo kriza e the bukur ti thua gjithmonë të vërtetën, krizën e kemi lënë prapa, thot Ahmeta, dhe në fakt e ka pas krave. E po tani? Që edhe komenton kriza. Ndalemi tek 55-a pesaritjet e Ramës për takimin me Bashën. Kanavi simbulon vendin, alarmohen prokuroria e përgjithshme dhe Italia. Basha do të jap shqiptarëve zgjedhje të lira dhe një drejtësi që nuk mbron krimin dhe korrupsionin. PD Morizi, prokuroria tetoi të gjitha të dhënat. Kokoneshi nuk shpëton dot nga akuzat. Çelet sezoni turistik në Valbon, kryebashkiaku i Tropojës Dushaj shteti të ndihmoi bizneset. I arrestuari i parë mohoi akuzën e spionazhit, dosier 1961, procesi politik ndaj grupit Çam të Temesejkos. Gjuhe Llamarimtu nga Mehmet Elezi, ISIS dhe nevoja e reformimit islamit. Deportimi në zonat ndaluara, Jasi i bombardon Erdogani kurdët. Ishin këto titujt kryesorë të gazetës 55. Do të kalojmë tek Shqipi. Sot takimi Rama Basha, BE, hapi juaj final për drejtësinë. Mos u nxito BE se ne edhe nga hapat kështu, 2 hapa para, 3 hapa mbrapa, hedhim hapa në grup, valle dyshe. Europa shton presionin pak orë para përballjes. Stafet drejt ragordimit agjendës dhe formatit. Athina, deklarata e Ramës për çështjen Çame e papranueshme. Pa telefonuar Trumpi, s'ka shpresë për reformë. Pas Roshit, akuza Kokoneshit, PD tutor prostitutash, video për kryebashkiakun e Kavajës. Edi Vjakës, më fal. Aty e ke tek Elvis Roshi. Jo, nga që ishte Roshi në titull, prokuroria 6 arsye pse nuk e hetojmë dot Berishën. Thirrjet për armë, bie kallëzimi 11 deputetëve, nuk përbën vepër penale.
Republika Popullore Socialiste e skandaleve, antiterrori 70 shqiptar në luftë në Siri, 20 humbën jetën, raporti i familjet e luftëtarëve nuk rikthehen dot në Shqipëri. Dosja Bushati, kryefjalë ligji i luftës, pronat Çamët. Bariu gjen skeletin e turistit, dyshohet vdekje aksidentale. U gjet në Tujan, policia 3 deri në 4 vite i vdekur, moshe thyer. Debjazi shmang Modestin për shqiptarët, unë jam zoti. Policia vras si ndërtuesit Biba i arratisur në Holland. Mneri u largua nga Gjermania pasi u zbulua nga gjurmët. Koncepti, karma, kuptimi dhe çfarë përfaqëson, evolucioni, je i stresuar, s'fledot, ja kush e ka fajin. Studimi, alarmi i madh, bletët po zhduken nga toka, janë këto tyret kryesor të Shqipit. Ne do ndalemi tashmë tek Standard, flet kreu i LSHK-s, Dashamir Shehi, zgjedhjet jo më me matrapaz dhe elektronika, komardarja e fundit të shpëtimit. Kur muret shëmben e shpresa për një shufër hekuri shikohet si shpëtim, 10 fenomenet më të pashpjegueshme, shfaqja e papritur portës së ferit në Siberi para lajmërim. Mogherini, reforma në drejtësi miratohet me shumicë 2/3. Reforma në drejtësi, sot Takimi Rama Basha, argumentet pro dhe kundër marrëveshjes, tërhiqet qeveria përgatitjet të rishikoj sistemin e taksave. Prokuroria përgjithshme s'ka hetim për Berishën, Kocijas për kufit detar dhe varezat, Shqipëria për ligjin e luftës, sot vizita në Tiranë. Analiza, parashikimet dhe statistikat, kush fiton Euro 2016, opinion i gjithë populli student nga Ndriçim Mehmeti. Integrimi, miratimi i reformës në drejtësi, Petrit Vasili, jemi përpara një vendimi madhor për vendin. Politika të tregoj përgjegjshmëri maksimale. Intervista e kryetarit grupit parlamentar të Lëvizjes Socialiste për Integrim, reforma zgjedhore duhet të përfundoj sa më shpejt, për zgjedhje me cilësi dhe standarde europiane. Edmond Panariti, midhja e Sarandës unikale, sfida jonë eksporti i saj drejt bashkimit europian. Ministri Lefter Koka me studentët, angazhim me moratoriumin e gjuetis dhe nisma të tjera ligjore. Koment, edukimi mjedisor, domosdoshmëri për shoqërinë. LRI organizoi konventën zgjedhore të Durrësit dhe Vlorës, zgjidhen kryetarët e rinj. Federica Mogherini, miratoni reformën në drejtësi. Hapi domosdoshëm drejt BE-s. Ishin këto titujt kryesor të integrimit. Ne do ndalemi tek shëndet, diabeti, hipertensioni dhe agjërimi, mjekja e përgjithshme. Esterina Elezi shpjegon se si duhet të ushqemi gjatë agjërimit. Arqilegji Kondit, rregullimet seksuale dhe prostata, trajtimi, gastriti pse të moshuarit janë më të rrezikuar, emigrantët shqiptarë se të përfitojnë kur i falas në çdo vend të BE-s. Hysni Dankshi, speci djegës, trajtimi shqetësues për dhimbjet e reumatizmës. Mos humbisni, shkencëtarë përdorin qelizat natyrale vrasëse kundër kancerit, zbulohet superbakteri rezistencë ndaj antibiotikëve, karakteristikat e personave që jetojnë më gjatë. Shota Baraliu, mezi po pres të krijojë familjen time, Jonida Reveli, myku vaginal, simptomat dhe trajtimi. Studimi i fundit, aspirina mund të shpëtojë nga goditjet në tru, ishin këto titujt kryesor të gazetës Shëndet. Jo, ishte viti i largët se 1977 dhe ndaheshin çmimet Oscar. Dhe thirret të jap çmimin për aktoria më e mirë, që në fund do ta fitonte aktoria më e mirë ndimse, që në fund do ta fitonte ky djalë i ri. Çish ndodh? Djalë i ri. Ishte ato. Nuk e vjedhur tekstin të rritë. I saw it, I watched your movie, you stole my script. All that was me. I'm the Apollo Creed. You can put me on for years. Show me what you can really do. Show me what you can really You do. know my real name, don't you? No, show me. Kid Salami. Show me what you can do. Do të shmo? Rocky Balboa me Muhammad Ali. Come on, show me. Show me. Njëri për tyre nuk është më, Muhammad Ali. Cassius Clay. I just gotta say one thing. I may not win anything Ishte here kjo tonight in the form of an performanca Oscar, e vitit but, 1977 në ceremoninë e ndarjes së çmimeve Oscar, që kalon gjurmë në botën mediatike për Të premten. Do të bëhet ceremonia e fundit duke i dhënë kohë të gjithëve për ta nderuar. Megjithatë, dëgjoj, jemi
ta tensionojmë pak situatën? Ta tensionojmë Se patjetër. me që fillojmë në të sporti, ndjekim një Ellie Goulding dhe live për më tepër dhe kthehemi pas Me gazetat sportive. Not enough, I see you waiting. Your hands up, your body shaking. It's hard love, I know you're faking. I know you lie, I've seen you lying. For 4 months in front of me, and now we're same old enemies. It's cold blood, come back to me, come back to me. I knew you couldn't stand to be here on your own. Knew you never last with the someone to hold. Now you're crawling back, you forget what you owe. Knew you in your heart with nothing to hold. You said you're gonna die, and you're caught in the right. Say you're gonna die, and you're someone to blame. Now there's nothing left, you forget what you claim. Knew you in your heart with nothing, your heart with nothing. Shaking, it's hard love. I know you're faking, I know you lie. I seen you lying for 4 months in front of me. Now we're same old enemies. It's cold blood, come back to me, come back to me. I knew you couldn't stand to be here on your own.